Jeni kënaqur me rezultatin që arritët me kandidimin tuaj parë, apo jo? Po, unë jam absolutisht i kënaqur me herën shtjera parë që garoj është edhe me herën e parë jam zgjedh, i kam parafërsisht 90.000 vota, që është numër jashtëzakonisht i madh për mua në aspektin personal. Unë mendoj që edhe po du me i falenderu krejt ata që më kanë mbështetur edhe më kanë votu edhe kanë dashur që me qenë unë zoni tyne në kuvendin e Kosovës. A ishte një fakt kështu që tërhoqën Ahmeti Muhaxheri nga... Gazmend Muhaxheri, kryetari i komunës së Pesë, kryetari i komunës së Lipjanit, ata e kanë botë të ditën edhe publikisht edhe nëpër media edhe para se me hy në garë, që të hy në garë dhe të tërhiqen. Ajo ka qenë një lloj ndihmese që kanë bërë partisë, për çka i vlerësojmë edhe i falenderojmë jashtëzakonisht shumë. Mirë po, tërheqja e zotrit Muhaxheri, kryetarit të komunës së Pesë, kryetarit të komunës së Lipjanit, ka qenë e paralajmëruar nga vetë ata para se të hyjmë në fushat zgjedhore. Shohim kështu një aktivitet që bën tash si deputet dhe ti përket kështu rinis, apo jo? Deputeti rinis, e pash një aktivitet deputetin 121 që ka i bie kjo, na shpjego pak. Deputeti 121, kjo ka qenë domethënë synimi ime edhe një farë premtimi ime edhe në fushatën zgjedhore, ku ne si rini, po edhe në përgjithësi si qytetar, ne gjithmonë Kuvendin e Kosovës e kemi pasi institucion që merr vendime për jetën tonë, por nuk kemi qenë shumë të informuar për mënyrën që ka ndodhur saktësisht brenda, prej procesit të draftimit të projekt ligjeve deri te miratimi i ligjeve në kuvend, diskutimet mas nej për ato projekt ligje. Kështu që unë e kam pas edhe në fushat zgjedhore si premtim, edhe tash po e mbaj atë që po du që përmes meje, qytetarët e Kosovës, me pas të qartë prej pikës A deri në fund, me ditë çka është duke ndodhur në kuvendin e Kosovës, do të thonë që edhe ata me qenë me një mënyrë përmes meje pjesë e kuvendit të Kosovës. A do të ketë kështu një platformë që do ta bëni ju? Jo, platformë jo, unë kam platformat e mia sociale. Si do ta arrini, ashtu që zëri tyre të dëgjohet tek ju e më pas në kuvend? Fillimisht unë i kam bë për 3 seancat e para, kam tregu saktësisht çka ka ndodhur në të gjitha pikat që edhe kur ishte ajo miratimi i raportit për verifikimin e mandateve, i kam informuar se çfarë është duke ndodhur brenda kuvendit, pastaj kur të konstituohet kuvendi,